Miqtë e mi, përshëndetje. Ky është emisioni Fol dhe unë jam Erion Skëndaj dhe ju e dini tani më. Ne shkojmë në çdo cep të Shqipërisë ku njerëzit kanë halle dhe probleme. I sjellim ato në mënyrë bruto, pa censurë, pa filtra, sepse duam që në fund të ditës këto probleme të zgjidhen, pra t'i shoh qeveria dhe të marrë masa. Tani unë ndodhem në këtë parajs, në këtë bukuri natyrore që nuk do koment. Është fshati Algjinaj. Atje tuti është një fshat i Lushnjës, por gjithë të toka dhe ky bereqet janë të fshatit Algjinaj. Një fshat që premton për turizëm, për agroturizëm. I ka gjitha, por nuk ka rrugë. Rruga është tmerri vetë. Me automjetin ton, gati nuk thyem ose nuk çam fotokartit. Aq keq është. Pyetëm banorë dhe na thanë që ne i lëm makinën në shtëpi e lëvizim me motor sepse është bërë gati e pakalueshme. Po sa rrugë është? 2 apo 2.5 kilometra qameti për të ardhur në fshat, sepse pjesa tjetër është asfaltuar. Pra për 2.5 kilometra, ky fshat i bukur ka mbetur pa rrugë. E kur themi pa rrugë, mbetet dhe pa shërbime tjera, sepse gjërat vijnë të lidhura zinxhir. Ne kemi parë banorët që kanë hedhur lek vetë dhe her pas here mirëmbajnë rrugën. E shtrojnë atë sepse nëse nuk vën dorë banorët, rruga bëhet e pakalueshme. Opa, sa dođe, opa, sa dođe. Dođe makinu. Banor, përshëndetje? Komplimentet më të mira për fshatin. Super fshat. Faleminderit për Super. Faleminderit juve. Faleminderit. Si quaj? Unë tim çuvar në Algjinë, fshati Algjina, komuna Shes, bashkia e Piqin. Shumë bukur e keni fshatin. Shumë bukur, po kjo rrugë që ka këtu, ka i vojë çik fajt kur plaku të fshatit. Edhe natën darë këtu, kam frikë kaloj. Kam familjen në makinë. Vepër pjet, atje ma kres marrë atje poshtë pallaska, atje bosh makinë. Atje ishte bëgati e pakalueshme atje në atë maloren? Po. Atje ishte. Atje e kam frikë, një e dyta, neve në shtete nuk duam gjë. Ne duam vetëm rrugën. Asnjë gjë tjetër më. Po na bën rrugën, faleminderit. Po s'na bën, faleminderit. Sa kohë ke që e ndron rrugën? Ti? Unë Sa vjeç je? Unë jam 45. 45. Erdhi demokracia, çfarë shpresove? Asnjë. As kam për të pa, as kam pa. Prej, je komplet i zhgënjur, a? Po, me këta po. Me këta do pëtete që janë gjitha, që këta janë gjithë gënjim. Pse? I men, unë i kam gjithë video në telefon, makinët të shkollës. Po. I kam telefon. Po. I kam gjitha komplet, i kam çu, në për video, në për media, në për gjëra, koha jeta qef, që janë gjitha komplet i kemi çu. Ju kam parë unë atje. Po. Ato që, se unë ndjek ku ka protesta e ku ka ankesa. Po. Pra unë shoh, nuk e di unë se ku keni hallet ju. Neve si grup, se fshati Algjinët, neve kemi hap fshatin Algjinë. Ata pa kam pagon. Ani mirën gjithë neve komplet, neve këtu jemi zero. Edhe më thanë që vetë e shtrut rrugën. Po, me forca tona, ka që 2021 për 2022. E keni shtru vetë? Me forca tona, me lek tona, me djesën tona. A në të prapë, ta shtrojmë asfalt, neve këtu, neve të shojmë vetë apo të shtrojmë asfalt. Po neve unë vetë nuk fos lek, pse do kush, neve këtu kalon Kurtina, kalon Izjakët, kalon Lushnja. Pra nuk kalon një fshat këtu? Ja, nuk kalon një fshat, se kjo këtu rruga lidhse. Që lidh Peqinin me Lushnjën? Po. Pra ati është Lushnja? Po. Kjo është rruga e shkat... O, si është rruga këtu? Po, kjo këtu. Këtu ka ndodhur një shëmbje masive. Bëhet fjala këtu. Se këtu bëhet gjithë lidhja e fshatit. Edhe po i vjen kësa shtëpisë shumë afër. Shiko ku po i vjen shtëpisë. Kjo do hiqë dhe kjo pjesë i ka mbetur. Po. Në qoftë se nuk vjet dorë këtu. Po ti vjen këtu se rrugës tu, ti vjen. Po. Ka trapi ti më ton sa më fiq, ka dalë se përpjet, se do. Po pra sepse ka lëviz toka. Ka lëviz toka. Po. Na peshët e rënda që kalojnë, se këtu kalojnë shumë betoniere. Po ku shkojnë këto betoniere? Shkojnë fshat tjetër më ton. Bojnë shtëpi arab. Pra, po, i marrin inertet këtu edhe kalojnë shkurt edhe vijnë këtej. Dalin te. Ana këta prishë më shumë rrugë. Faleminderit. E kuptoj. Faleminderit. Ja. Babe si quaj? Garnic Ullhaj. Sa vjeç je?
Gjaja, pa në kashën jam 69, hejtë për 69 vjeç tani. Mashallah, edhe 100. Faleminderit rrofsh në rrugë qofshit. Ti edhe me shkop ti e vun këta rrugat. I he për gëzime me serët. Faleminderit. Je dik pritur. Faleminderit ba. Gëzohem që llafin ton të vej lartë më lartë, e na japin na zirë, na sjellim. Siç ta thush fjalën ashtu ta çojmë. Shikoja si o rruga. Rruga është Nuk po kemi gale se si o rruga. për i bret Zotit. Po do jetë ma keqe kjo, do jetë ma kabër, që do vini makinë, do jetë viktima, do jetë akë mort aty. Qa do mesin për në fshati, qa do mesin për shtetin, qa do mesin për komunën, qa do mesin për gjithë institucionet shtetërore. Mbaj pa kafër. Institucionet shtetërore e gjithë. Shiko, i minut, shiko si o rruga është katastrofë. Nuk po kërkojmë DMD, nuk po kërkojmë kushte që neve duhet kemi kushte luksoze, e duhet të arrijmë të parametra, po kështu të parametra që kemi në si fshat, nuk ka se një vërë fshati u zullum. Imi fshat te për i zullum, bëhet lafje për 3 km rrugë. Nuk e harrum të rrugë, po të pagën goditet të këtu. Se do mirën qavë njerës do të se kush do hi para për se kush do vej para për gjithësisë. U bo, po mirë ata nona dhe mirë ato baba që të shohin këto viktima. Po çfarë vlerë ka pastaj përgjegjësia kur? Po themi tur. Mirë ata nona, mirë ato baba që të shohin këto viktima. Se jemi me halle, jemi me shtëpi, jemi me familje, do vejmë për spitale, do vejmë në të gjithë kushet që ka familjari. E po të skalohet. Edhe këtë do flas. Këtu vjen ambulanca babe? Po në qoftë se ka raste ka ardhur. Ka ardhur. Ka ambulanca, po më shumë raste rriti po shes, se sa vjen tu, se nuk vjen, se nuk jem shofer nuk vjen. Nuk e rrezikoj veten teme. Pra ne ju bëj xhiri edhe herë, në qoftë se merret parasysh, qoftë se llafja ju shehet, or no. Na boni diçka. Okej. Thuaja kryeministri po ta kishe përballë, çfarë do i thoje po ta kishe kaq afër? Do të thoshë se kryeministri shikoi fshatin, megjithëse ai ka bërë ca premtime dhe u kam let. Dhe ka thonë deputetët që hapin në përbazat, shifin fshata që bëhet, po deri këtu më të ska në gjë, as i deputet, as e gjë që të shofi jetën jetike se si jetojmë neve. Ju për vota vin. A për vota ju vin? Për vota vin. Dhe godolua, a bojnë ta deputet këtë Ime, kryeministri ka thonë, të vinë për votat, me gjithë, deputetin të zjedhin. A keni rrugë për ke arat, për ke ullin t'ju? O, po s'pagimi rrugë kryesore të rrugë ullin. Po ma keqja është kjo, hash, mirë ato nona, mirë ato baba që të shofin tu me këtë rrugë. Okej, kjo është rrugë urgjente për t'u bërë. Kjo është urgjente, ne këtë e shofim. Tani, ajo rruga atje sipër është urgjente në Malore. Pyetja është që kjo rrugë sa vlerë do kishte për gjithë komunitetin këtu po të shtrohej? Kjo rrugë kjo rrugë ka shumë vlerë se lidh Darsin me Dëmran, lidh Lushën me Peqinin, kjo rrugë këtu. Lidh Lushën me Elbasanin. Shumë faleminderit. Rrofsh. Mbajë nëne këtu që të kaloj ke kryeplaku. Kryeplak, faleminderit që je bashkuar emisionit Fol. Përshëndetje juve. Kemi gjetur televizionit. Po, kemi gjetur predispozicionin e kryeplakut për të folur për hallet e fshatit, sepse në fundit ky është qytetari i parë i fshatit. Po, patjetër. Nuk të ngarkoj përgjegjësinë ty sepse këtu ka 35 vite që duken gjurmët që këtu nuk është vendor. Jam korrekt? Po, s'është vendor. 35 vite. Për rrugën jo, po. Për rrugën flas, për rrugën. Po, s'është vendor. Për drita edhe ujë jemi në rregull. Por e ke fjalën për këtë kabullin trefazor që ju e kanë bërë. Kur e kanë vënë të kabullin trefazor? Disa vite. Ky besoj se duhet ta ketë përmirësuar cilësinë, a? Patjetër. Ju ikin më dritat si dikur? Po ikin dritat, ikin kur ka një defekt tensioni lart. Jo. Këtu jo. Flas bie një shi. Jo, këtu jo. Nuk ikin më. Këtu jo, nuk ikin. Siç kemi parë në fshatra të tjerë që me një shi, me një vrentje, ikin drita. Po ikin dritat ikin se son defekt tensioni lart që vjen nga bien, por kështu në fshat jo nuk ka. Si ikin drita se është i rregullt. Për ky trefazor. Rruga është problemi kryesor. E kuptoj. Rruga është etik. Populli ka shumë nevojë për shumë gjëra, por rruga është një herë më problematike. Ne kuptoj. Për ta kuptuar sa e rëndësishme është kjo rrugë për fshatin, por edhe për zonën. Më shpjego edhe një herë, të lutem. Sa mjete dhe kush kalon në këtë rrugë? Se nuk kalon vetëm fshati juaj. Është rrugë lidh se vjen punon, vazhdojnë makinat, betonerët vazhdojnë
Në fshatrat e lushme. Plus për fshatin tonë. Pra i shërben 2 bashkive kjo rrugë. 2 bashkive. A i fshati tjetër është i Lushnjës ai përballë? A i ka asfalt? Ka deri aty vjen asfalti. Pra kemi një fshat me asfalt e një fshat pa asfalt që shohin njëri tjetrin. Nga asfalti me fshatin e Lushit deri në Qezë është 3 kilometra aq. Pra 3 kilometra këtej pa asfalt, 3 kilometra këtej. Ju pra jeni 3 kilometra gjithsej. a gjithsej që atje deri atje. 3.5 A pra i kilometra. bie 1 kilometër deri atje. Aq është 3.5 kilometra edhe s'ja. Ju nga shkoni nga ju Leverdis Po më lirshim ikim Lushnjë. në Lushnjë. Ska për njësë. Pra më Te mirë, kemi më afër, kemi më afër. kjo ju kemi prish më- punë shumë kjo ju. Po këtu janë bllokuar vetëm makinat e vogla se të mëdhajet Nuk kalojnë më. si shikohat nuk kalojnë dot. Po dhe të voglat me frikë duhet të ecin këtu se. Kena për shpunë ne te kemi spitalin, te kemi qendrë shtesore, te kemi komunën, te kemi letra, te kemi... Te kemi për me letra fare. Kalojnë tani që u tha, po ai është problematika, ai ikën edhe nesër, po birishi do iki prapë në ti. Pra do iki fara. Po mbas. Po do i vi shtëpis. Do i bjeri për gjysh. Po i vjen shtëpis në prag. Edhe i shit bjeri si qëra, i ku shpia. Llafën na kanë thënë që do vinë do ndryhin. Kush ka ardh kur vlas? Kush ka Erdhi ardh? kryetari i bashkisë me gjithë punojësit erdhi. E pa. E, Pra është në dieni kryetari i Po, bashkisë. është në dieni. Urojmë që të vërë gjërat në lëvizje. Tani presim kismet. Sa kohë ka që ka ardhur? Po bën Pa mush mujnë. Pa. Se në mush mujë, nuk. Okej. Pas 3 muajsh, në qoftë se nuk vihet dorë ne do vim prap. Sepse kjo rrugë që ka jetike për ju, që ka jetike edhe për fshatin tjetër, sepse pas ka marrëdhënie këtu. Nuk është vetëm fshat, është qynë Lushje. Qynë Lushje? Fshat e Lushje, të lëvëllë se në kush disë fshat, balagata i zjake. Tani që të vish nga Lushnja në Peqin, po ti bish shumë shkurt, sa kursen, sa kilometra? Ne gjithmonë kemi për pazarin Lushje. Lushje në nga ne këtu në komë është 2 orë. 2 orë. 2 orë, 2 orë e gjithë Po me makinë? Po me makinë. Po t'jet asfalt? 20 minuta. Për 20 minuta shkohet në Lushnjë. Spital, sa ne vejmë spitale, atje vejmë spital, atje vejmë për çdo gjë, në Lushnjë vejmë për 3% për çdo gjë. Te vejmë se këte kemi spital, te vejmë se kemi komunën, jo letrat, jo infermerinë, jo të gjitha ato që. Pse infermieri, nuk keni këtu infermier fshat? Kemi shpi. Kemi infermiere që vjen shtëpi. kemi infermieri po Ushqem ajo atje, po ishte As keni qendër shëndetësore? Keni infermieri, po jo qendër shëndetësore. Jes kemi s'është bë akoma. S'është bërë juaj, ha? Është që në shëndetësore po prish se e zoni shemë tjetër nuk është vend, nuk është vend tjetër, nuk është vend. Po infermier shko shtëpi në shtëpi, ha? Nuk ka një qendër Bën vetëm. një xhiro. Deri në çfarë ore rri infermierja këtu në fshat? Në orar Paradite deri. Paradite. si mas Nëse larg qoftë. Njëri nga ne këtu ku jemi, na ha gjarpri. Si bëhet? Po shpëtoj. Përshëndetje, si gazetar, si media. Morëm Çullaj, Algine, Shez, Merci. Po bab. Por direkt, problemi janë tu 35 vjet. Nuk jemi pa hasit mirë në atë mira që ka jeta jonë. Nga të dyja E ba rrisun. Na Që duket që s'ka gjurmë asfalti? të lutem na jeta njerëzore. Nuk po them ti ta. I bëj lutje komplet që na grupta u fshatit e deri nga Roma. Bjeri përfaqësu që u bën jo rrugë këtu mos u bën. U bizetu, u verifiku na bashkia, po bani muj çau po den. Bashkia me mos e duket do gjajnë e rast fatkeqësi të përtasë makinat. Do vdekje viktimare. Ikë. Larg qoftë. Këtu po shkohet për të vendos kë do merrnin punë për 4 vitet që vinë. Kush do t'ju pastroj qytetin, kush do t'ju ndriçoj rrugët, kush do të kujdeset për shërbimet, kush do të kujdeset për qerdhet, për kopshtet, për shkollat, kush do të kujdeset për qendrën shëndetësore dhe kështu me radhë. Siç thot populli, Kali nuk shihet nga dhomët, as kandidatët nuk shihen nga boja, po shihen nga fuqia që kanë për të bërë punën. Po deshet karrocat shkoj përpara, Kal më të mirë se ky nuk keni. Dhe këte duhet ta merrni shumë seriozisht se ja u thot kryekali i Shqipërisë.
na këtu si Europë ne, as i lloj përkaje, farmaci jo, shkollë jo. As ka shkollë fshati më? Na i zërë që të bojmë na i mbleja si fshat dhe komplet, ku në rinë ferë, ja, shikoj si që është të rinë, ferë është. Se po të ishin punu, funksionu komplet qeveria, si që ka punu për vene tjera, këtu dhe ishe boj ven identik si puna beqët. Na preferije që është. Jo, është bukuria është e pa matë. Duam rrugë, nëse ju e kini mësi për kraje, ju faleminderit si gazetar. Faleminderit juve. Saqë rrugën këtu, nuk bëhet problem, ne ashtu vetë, por nuk më verifikuar sepse edhe shteti thosë se kam gjuhë televizor, mos në hynë aty se kjo është rruga ime shtetit, po gjigje mu si shtet që do disi privat. Ku të më e leje? Mi se parë dhe pagohë mu fjale për i festimi që ju e shtrova. Ke frikë se të fusin në burg, thua? Faleminderit për dikrim edhe. Këto jo me pak lafe ne si Europë, këtu nuk në ka pa asi lloj qeverie e njën e dyta. Deputet vindu sa për marrë votën, pa nartu deputet, luqin deputetu për votat ty, unë gjitha mirë. I me përbonja 4-5 vjetë, nuk shive deputet, shkjë zuko këtu punë e ti, e në mazalaset këtu që qa halli ka polli, se për rrugë, se për mire ujtën me zita murë më të ujnë, po as rrugë, as farmaci, as shkollë, as zërë. Ka kishe rëmi. Do me thënë, ju jeni gjithçka me forcat tuaja? Me forcat tonë edhe ku i vjen Terezia, po e respektojmë atë parin e që i ka vonë shteti, ka vonë populli dhe shteti. Shiko, pa dashur të ngjallim nostalgji, po për të bërë një krahasim se na takon, ta bëjmë. Ka qenë më mirë para 10 vitesh, para 20 vitesh, apo në kohën e Enverit? Badaj, për të më thonë drejt, ma mirë ka qenë kohën e Enverit, se Enverit në faktia e davë robin na majmuni, edhe shkollë, kurse sot, të gjithë këta që janë profesion apo kuadrën shtet, të gjithë ta kanë bona koha sistemit e Enverhoxhit që kanë dalë me pare. Është dhimbshme të thuar që në kohën e diktaturës kemi qenë më mirë. Turp. Se kemi 35 vite, pretendojmë që tymë dhe në Europë, Turp. dhe ne na pas kështë qenë më mirë, Jo se kur ishim keq, se kështu i bie. Jo se më pëlqen vetë, ndoshta më falni ju si gazetar, po ja faktia tregon fakti vetë. Rruga. Që që vetë parësia e bashkisë nuk s'ka të rrugë. Po në kohën e Enverit dhe në kohën e Enverit ju s'keni pas asfalt. Jo, Mund të ndërpresë një sekundë? Po, Me rehabilitojnë një metër në kodë vetë, mu shumë bujnë alë ti eshti. Qaj u qesmi, qasë të ashtë. e mershit në krah. Në krah. Edhe në kodë. Po pra. Pra, atëherë s'kishit ujë, po rrugën si e kishit rrugën. Unë jam 63 vjeç. Po, ka i kishe falë. po, Shof sistemi me Europë. po, Ky ti pyesi fëmijët ku i ka, po. ti pyesi ku i ka. Fëmijët është dram tjetër pastaj se ne këtu me zi gjetëm Tash do llafosim si shoh llafos. troç, pa filtra, pa filtra. Absolutisht. Shohim ç'a bëhet, Sa më në troç. përbot, Po, shohim ç'a bëhet në përbot, edhe nuk janë më bota me njerëzit. E ndej pa shkollë njerëzit, po hajt ky që i pat me shkollë. Jo, i dha shkollë. Pa shkollë, I dha shkollë me. I çon me punu me qerrët, me bari haç. Mos Të torosh. qa po ju shkollë kishit Shemi kohën e Enverit, knaqur. apo? Kishe me. Kishim balët kemi qenë. Mbaj. 100 vjet në balë të rrimë ne. E kuptoj. Iku dhe breze jo. Ju më këtë po Ju them më unë që brezi kanë plagje. kaluar gjithë të breza dhe ju diskutoni rrugë ujë. Pa të knaqur jemi me dy partitë të fundit që janë pushtet. Të dy krahët. Dash bën çfarë duan, unë me të dy jam pa i knaqur. Pse japin llapën, nuk veprojnë. Nuk bën kontroll. A në dash sulët, e kam marrë telefonin ditën. Në shohë me hashtë, ne 20 vjet me atë parti. Voti ke kjo parti. U në shohë vin. Ai e ka lënë rrugën gjysmë. A në mund t'ja bësh edhe të falët. Po pse e la rrugën gjë, mam si E di Europa? vetë pse e la. Pse e dori e nisi ai? S'man votat. E nisi? S'man votat. Nuk i dha vola se rruga që i ka shtru fushën e zallit Zadnia, Po, Vese të shtodën e Algjine që e për prej Algjine uzu me qim hësëm, si deputet këta. aha. A qim hësa qënë në rast nuk o dim të mre, ku se kuj e qojnë në zalë. Pra, u dy veta ju ngelet pa rrugë? Po pra pa rrugë. Po për nëpërmjet këtyre, vodën e avdham, këtyre zotnimet, e në pra po rrugë për këta. Se Sa e këta, dhimbshme. që thash rejme që këta vinë, marrin vodat, e bizetoj me gjithë ato firmat, edhe e kejnë për vete më përpara, nuk e kejnë në interestor, se nuk përkrajmë i filoni, edhe kejnë. O, zoti mas. Pa ne i flet Po privat mi më ligu. liet ky fshat kaq i bukur pa rrugë. Ine do që kishe të thoshim më përpara.
74.000 lekë pension, punoj rreva, punoj ka që kohë unë kooperativë, ish kooperativa. 74.000 lekë, 74.000 lekë. as 100 nuk është plotsu. Edhe ku erën të ngritë 99.000 lekë, me kishin ka qunë 8.000 lekë, qunë 107.000 lekë. Para kam lavën, i me shikuje publin që e sot ka vajtë ngritë në adëm të ka që të qmiju, e përballojnë i lachet, e kam me diabetet të zonit. Qatë ku të vejmë pak, vetë se të mëtër, se kimi jolli në afër vetë mëtër. Jo, më ba. Por dhe sa aparatë që në khashtje, që në qeveria të administratër përnon, dege i dira, pa marë nuk vjen këtu. Po fëmijët, babi, ke këtu? Në imigracione, që 14 vjeç. Që 14. S'ka problem. Që 14 vjeç. Makinat, do t'i hapim rrugët. Filmoj pak i qik makinën se ku do eci. Ja, filmoj që atje, Berti, që atje. Të shiko rrisin të zamane. Ja ta shofi makinën se sa vështirësi do ecë makina këtu tani në këtë rrugën e ngushtë. Gjithë mirë. Gjithë mirë. Rosh nëne. Hajde nëne këtu afër meje. Ose këtu. Po. Ja, tule mund të zotëria tani. Jo, se më pëlqen interesi se nuk kam kushte ato punë çmimit të thashë përpara për punë e pensionit. Ashtu për faqizet punosh kaq vjet. 60 vjet. Edhe të marr 74.000 lekë. I me dul, po bën 4-5 vjet, se vitet e punë që me ish kooperativën gjozë 10 vjet. Anej nuk janë sistem ku vojtën sigurimi shqiptare. Ti nuk i ken sistem. Lutem, nuk janë sistem. Vojta mi po në para 4-5 vjetë u apo rrugë këshill ministrat që të gjithë ish kooperativët bujqësore në atë kohë nuk kanë pas libreza pune si në bëtë fermët. Po, dhe duhet marrën të mirëqëna. Ashtu, i me çfarë boni qeveria për këtë se ka pas hall Po problem. ka ligjë më xhaxhi. Ka ligjë pra, po çfarë boni Deri në 94-ën, Lut. kush ka punuar deri në 94 merret automatikisht që i ka këto vite. E kam llafen këtu miku që siç dha bonim ne në këshillin e ministrit t'ia japi urë komplet administratës së sigurimit shëqnore që na kebi atje deri Unë e di që është dhënë urdhër. Nuk është zonë. Bile s'ka prap bën kërkesa ke Klodi Karaj ne gjithë në si jemi ne takom. Jo shko merr ka avokat, më thash i me vet paguaj un avokatin. Lorët kam ta kalla, pas kam plak, jam vetë kërkojmë në Elbasonin e në sigurimi shëqnore për këta. Për qa? Kur qeveria funksionon. Pra i bie që ti të edhe shtetin gjyq. Ballë me shtetin e, më këta si që kanë fillu këta? Ja. Po unë e di më se është bërë ligj që merret automatikisht vjetërsia punës. Po të them nuk duhet të ngrej veten të tunë Pra ta. nuk zbatohet. Nuk është zbature. Sa kanë fajtin në ato si A kupton? punon apo siguracion. Ani që me pak llavet faleminderit për respektin, për gjithë, për Çunat ku janë çunat? No, në Greqi, nishull. Vin këtu, vin? Vine, bile se ata si emigrant erën para 2 vjetë ashtu rrugë, si emigrant, si show, si vestim. Atëri që e shtruan, që i kam pa unë ato pamje. Do t'i vendosim ato pamje. Itali, Greqi, më lek. Me lekët tuaja, në gjithë. Nuk vinë nga ka largu gjithë dhe bose vetë, mos me gjithë, i bose vetë qeveria që nuk shto rrugë, nuk vinë nga dana ka lemajt. Pra, kjo rrugë, po të shtrohet, vinë më shpesh? Po si, ka stile pa 2 vjetë, pa dhe grunë, na rodas, djali e qonë Tiranë, ta poshë vjetë në makinë, se do 50.000 lekë makinë, apo 60 ta qosh në spital. Kryeministri ka thënë, hapni shtëpiat e vjetra, bëjni bujtina. Me bë bujtin ti, çat pengon? Rruga. Pra nga do ta çojmë trupin, rruga është penalizuese. Rruga kryesore, nuk po them të punoj, më japi shteti mu para, unë të rikëm kuj. Jo. Pa punoj, nuk kam punoj barabartë me shtetin, apo kem rrugët barabartë me shtetin. Po më shikoj mu si po. Ma shikoj, po çaj jene, e merr ky rrema i kile domate 3.000 lekë sot me çmim. Po pse edhe ti e bërë keq për domate, se ne syti kemi nga fshati. Po që bo bërë keq ti. Po e gjithë 70% këtë popullën e gjithë ma vjen fshati bujësia ma. Kush e ma, i ka fshat bukë të hajse, rrënë e robit është buka. A më kupton? Qa ka mbet nga bujësia e fshatit tuaj? Përveç ullime që i kemi super. E gjithë neve këtu e kemi bërë me forcat tona, gjithë këtë pame që i shikoni juve, e kemi bërë me forcat tona. Me lekë tonë, me fuqin tonë, pa ma shteti jo. Që të bërë rrugën e nuk du shteti në vitë mjë lullimore. Të bërë rrugën duhe që të kemë rapur, unë e pradhoj malin, po nuk di ku të qaj. Po si e bëni për të vatë ditur? Po e nuk pa vadisin e ta, farë... Qa e zoti? Zoti pra.
Edhe kemi këtë kaq bukuri, çfarë hell Zoti? E zori. Nuk s'ka rrugë që ta transportosh, ta çosh ti ku ka vlerë malli. Ku e çon ulli? E çosh që sa do hevi aty që bën fabrikën, bile se vja pra më gut. Po i deputeti, dhe dy fabrikat të Bollagat, deputeti kishin bërë fabrikat Bollagat, ata shesin me deputetet, ka shë një deputet. E shisin ke fabrika? Fabrika aty të E bëni jesë. me clearing, e lini aty. E lom aty, po qese ka kërkesë, në shkolla ka marrë aty me 5.000 lekë sa i do kivi aty. Kaj. Po qa fiton ti bab me 5.000 lekë? Qa fitum? Fitum falë për shprehen, mu si puna aty, po në fat keq ha bak drejt. Të lutem, më falë më lekë për shprehen. Pra 5.000 lekë ju jeni me humbje. Për që thuaj? Sa duhet me qenë vaj ullinit? Vojt i ullinit 10-10.000 lekë në haku po na i keme. Por sepse ka shumë, unë ka mora... Pra me 10.000 lekë që ju të fitoni? Po, sepse e ka marrë kujtalin e plenin, e ka marrë 100.000 lekë. 100.000 lekë kujtal. Po se është rritë dhe kujtë, është rritë Po dhe si ajo e? tani? Ngritet e prap. Edhe do rritet prap. Po, akoma e me se kjo unë e mora para kësaj naftës, po me këtë naftë që unë kush i di sa ka vajt, po me që e mora pas sa i do lekin për moda që unë i ke për vitë ikë, në i mora të plenë, i More filozofë. para krizës ti, para krizës Para ti. krizë, e mora herë. Kaj. Po dhamë. Ju faleminderit për respektin, Faleminderit. jetën dhe marrësinë, inshallah fjala juaj mundimit të shkojë atje ku ne duam. Faleminderit Bashkë bab. me ju. Faleminderit. 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 Miqtë mi, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Ndodhemi në rrugë të madhe, në fshatin Algjinaj. Fshati është komplet i bukur. Pse jo të krahasohet edhe me fshatrat e Greqisë, të Italisë, të Zvicrës, pse jo? Bukuria është e pamat. Çështja është që kjo rruga, nuk e dim, a mund të gjendet një e dytë në Afrikë si kjo rrugë? Tani, të fajsosh një forcë politike është shumë e lehtë. Çështja është që këtu në këtë rrugë nuk gjen gjurmë asfalti. Çka do të thotë që në 35 vite kjo rrugë është në këtë gjendje. Kuptohet? Përgjegjësia i mbetet qeverisë aktuale, por këtu nuk është vënë një gosht në këtë rrugë. Një. Këto dhe tjera do t'i diskutojmë në emisionin Fol në pjesën e dytë, sepse ne flasim përmes zërit të banorëve. Rikthehemi miq, ndodhem në fshatin Algjinaj, nga pas krave të mi është një bukuri prallore, ne jemi në një rrugë të shkatruar, e cila më poshtë është komplet e shëmbur. Them komplet se edhe kjo pjesa që ka mbetur, gjasat janë që me shiun e parë mund të shëmben. Këtu kalojnë banorët, shumica kanë marrë motor, sepse makinat i kanë lënë shtëpi, pasi bëhet e rrezikshme kalimi. Shikoni vetë pamjen, kjo rrëshqitje nuk ka shumë që ka ndodhur, por e gjithë rruga është katastrofë. 3 kilometra rrugë për të lidhur peqinin, asfaltin me lushnjen. Përshëndetje. Mirë. Zotëri. Jemi të kënaqur që keni ardhur fshatin Algjinit. Unë quhem Fastri Çuhaj, banoj Algjinit, bashkia Peqit, prefektura Elbasan. Kjo rrugë bëhet 3 kilometra shes, kurti. Kanë ardhur të pa, kanë ardhur të ashtu, ju e kanë shtu. Nga të dyja palë. Kjo është rrugë ekzistuese, sa vjeçare është kjo rrugë? Sa e marrim Rrugë me? po tjetë ke 100 vjeçare. Minimalisht 100 vjeçare. Po. Pra është rrugë shekullore. 63 vjeç jam. Biles ma shumë sa 100 vjet. Kështu që ne presim nga kryeministri, që është pushtet akoma. Që ose vendor, ta kontrolloj të administratë, që qa bon më kanë fshat, e bon ose bon. Nuk kontrollohet. Se po të kontrollohet, kjo rrugë bëhet. Sa mbani mend ju premtime në këto 35 vite? Në këto 35 vite, 35 premtime vit për vit. Vit për vit. Vijnë parë votimet, vijnë mas votimet, Po vetë mirë, kërkoni nuk e kapni për xhaketet i thoni o zotri po. Premtove 1 vit se bëre, 2 vjet se bëre, 3 vjet se bëre, po pse? Por para na pron ujtë e pishëm. Kur ujtë e pishëm ne pagum gjithë na 5 milion lekë kemi ujtin vetë. Kanë harxuar 290 milion lekë. Me fakte. Si vet, çdo shtëpi ka pus? Për këtë punë do të çajë këtë depozita ujtit, Po? që shtëpi që më ka bënë problem, unë lejen e ndërtimit nuk ma japin, por arsye dom janë ata, e në fajtor për kalon mua. Pra ty s'ti japi leje, Leje se ke ndërtim, afër. unë e kam bërë ndërtimit me leje, e nuk ma japin. Këta do ta bëj me që më ka rënë rasti, që në sot tu duhet çajë në diler. Po? Do e shifni, do e filmoni,
E në për çfarë arsye s'ma japi leje ndërtimin mu ku janë gabimet ata pse ta marrin Tani gabimin. bën ndërtimin ata të bën dëm ty. Kur dhe ta shohin. E kuptoj. Jo, edhe për ta qartësuar se ne pamim të fillon Ka po si. depozitin. Okej. Kanë shpenzuar lejen, unë jam i vetmi njeri këtu në fshat Talgjina në benzinat është jo pa me leje ndërtim bashkinë e Peqin. Po desh le të thoj që kush e ka bën ndërtimi, firma ndërtuese ka qenë çet ju po. E kuptoj. Ne pegesa vjen po në Peqin, jo po kështu, jo po ashtu, jo po këtë, jo po ne. Nëse puna atyre. Po. Unë ato i kam bërë, ja kam thonë që e bëj problemi ditë, do e bëj, momenti që E qartë. e drejta Zotit. E qartë. Përshëndetje. Si e mirë? Si ka vlla? Ç'a bëhet mirë? Kështu që shpresojmë krijuim me të jeni si të funit thonë. Unë po ta jap i llafe kështu drejt për drejt. Po. Sa bërë pa kërkesë për ta shtuar me lekë tona. Po. E ne kemi vendosur do ta shtojmë 100 milion lekë. Na 2 miliona 3. Do ta bëni vetë, ë? Kjo rrugë do quhet privat më. Kur ata na vinë që na kapin që pse e shtroni, pse s'e shtroni, këtu do të hyj shtetin që kush e ka fajin shteti apo ne që pa shtrojmë me lekë tona. Se ka rrezik këtu Fucimburg. Po çish Ky është problemi kryesor, që ne ta bëjmë ta ngjosëm kanar këtë zonë në Itali. Mu të thotë nesër unë do bllokoj. Ta bllokoj, unë jetoj në Algjinë, nuk kam problem. Shumë punëtor jam atje. O turp që unë kam vajt në Itali të punoj, në bujësi. Jo, me këtë O turp për mua që punoj në bujësi në Itali, se nuk është se kam fabrikë në Itali. Po. Lën belin të Shqipëri, i ke punon belin të për çfarë arsye? 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet, për çfarë arsye? Për çfarë? Se do mu tallti me mallet tonë. Bëm se i shkullë, se nuk shitet malë. Kur ti e bi malë në Makedonia, u pa bi në Serbia, u puna ti që shqipi, nuk e dalojmë ne. Dhe lini zhjokë dhe li qimhyrës, unë ti jap në me emra, po ti ishte këtu së dhe qimhyrës. Ti ishte këtu, mos më dalim u kësat, se s'ka serve e qimhyrës. Se e në ka mund, e ka motra ime, e ka tjeti, që nuk merr lekë të vetë. Vjen gjithë rrugës në jep llafe. E merr prodhimin, ikën për në Itali prapë. Po për çfarë arsye, kështu dhe gjithë kjo. Pra ne na vret mirë problemet e brendshme, na vret edhe malli importit, po thua. Po si? Se nuk mbështetemi sa dhe si duhet. Vjen qumësh në Serbi, nuk marrë qumësh në Shqipëri, në fabrikë, tu kam me qumësh vjen në Serbi. Po çuçi? Po për ku çon qumshin tani? Të lutem. Ka bodi ka ndërtoi ka 25 vjet që ka ndërtu firmën, aty nuk i shitet qumësh në fabrikën ka zbar, sepse vjen qumësh në Serbi. Të jetë domate speze mollë që më që thëtë khasë. Shne, ime nga ka nullë komplet qeverie në shkojmë koti kemi qeverinë. Ne, si Shqipëri. Qeveria për desa nuk funksionon, nuk ballafaqohet me popull. O shkot, nuk them se mbulqen vetja. Prandaj, të lutem, ju faleminderit për respektin. Këtë punë që miseraren tuaj sot, gëzë respekt nuk të vë detyrim, identik si që ishe në koronavirus, i u qoshë çdo rubi që ajo goca që të lutem që dha për të nërë një vikë. Po. Shude, po jesë, mos ma mërë për këta. Ti interesohesh për këtë veprim, këtë shprehje që i bëjmë sot në këtë ankesë, ose këtë drejtësi që në ankesë, Unë të thash. ta verifikosh si shkash, si nuk... Unë të thash. Se kështu Pas binu- 3 muajsh ne do vim këtu, do shohim rrugën, do bëjmë të njëjtën gjë dhe pastaj do shkojmë bashki. Për momentin nuk po shkojmë bashki me argumentin që Faleminderit. bashkia ka ardhur dhe ka bërë një premtim. Do shohim. Mbas 3 muajsh do ta mbaj premtimin bashkia për rrugën? Aneta thash. Në qoftë se nuk e mbajmë premtimin, burrash do vim këtu, e do shkojmë te bashkisë atje do i trokasim. Po, faleminderit. Si s'bën dhe në rrugën. Aneta rikujtohet këtë fundit se nuk flas mos e llafet e shumë me rreth. Faleminderit. 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 Ta kalojmë, do flasësh apo? Një të gjë. Okej, mirë, dakor. Rrugën e kemi problem. Rruga është rruga që ka problem dhe për ne që vim një Jo, ditë. problema është rruga, po është dhe bujësia. Flasim me këtë tjetër. Absolutisht. Se kush do më u kthyn vend vet, ka vend vet. Absolutisht. S'ka. Absolutisht. Po Po ti po spate rrugën s'ke ku të shosh as Se ne malli. djojmë men, nuk është se pa i në qefër. Ne djojmë në lera më ku flet. Kryeministri jemi të kënaqur me ata që thotë, unë nuk i maj dot lidh. Nuk i maj lidh se që majtin ve tot lidh tu. Kush do më i këti i rrugën vet. Ama mund të ai Alfa një qytetërimi është rrugu i drita. Pra, ne fatkeqësisht po kërkojmë një pjesë të gjërave që duhet i kishim siguruar që në 91-shin me premtimet, në 93-shin kur era demokracia. Tani pas 35 vitesh ne kërkojmë rrugën. Që ti dheshim ke bujqësia, pretendojmë që të arrim të niveli i Serbisë, se këtu pastaj hapet loja e madhe. Sa shërbeu Ballkani hapur. A ishte Ballkani hapur në dëm të bujqësisë apo në dobi të bujqësisë? Mua më rezulton në dëm. Këto janë histori tjera. 100%. Kupton? Prandaj po them, themi rrugën, do themi dhe bujqësinë, do themi gjithçka. Çfarë të keni ju hall, ne do ta themi. Nuk kemi ardhas për politikë asgjë.
politika na ka sjellë në të drejtë. Jo e politikës. Ju falenderojmë Faleminderit. për pjesëmarrjen që keni ardhur. Faleminderit juve. Kemi 30 vjet me këtë vend, unë jam 40 vjeç. Edhe 100 valla. Faleminderit. Unë që rri këtu kam 2 kalamajt vegjël, nuk i kito të ne, jo se kam problem, po nuk i kito se shumë e din të fshatar, punoj këtu, punëtor. Dhe është fat që kemi të moshës tënde Po, këtu. kam 2 goca. Ti kesh me jetë, edhe unë 2 kam. Faleminderit. Ku do i çojmë te kalamaj shkollë? Kanë 30 vjet që hojnë, da rregullojnë, kur da rregullojnë? Na era tena, më fal, tena kurtina era të po na Jo, shek. edhe këtej, ke kjo rruga Po, cop. aty për pjetë aty nuk del makina kur on shi më me. Ka filluar që nuk del makina. Po shi njëri na sheza që na bi kalamaj shkollë apo shpërpjet. Edhe ai shkret po merr vetëm qaf, me makinë vogël 6+1. Edhe ai po merr vetëm qaf, edhe ne nuk kemi sigurt. Me para vrau kalamajt ne ai çafi tu vau. Si rap jam 40 vjeç. Pa ja plaka aty kam i plaku ku shtëpia. Gjithë kemi gjithë ne prind na jo. Nuk përgon unë që rri këtu, Bashkia herë. se unë që rri këtu nuk rri këtu. Bashkia Pekin. Ta hashëm do hiqim hajvan shes, del mjeti. Na, ku do jemi na? Shkova sot e tje i shtiva zitorit naft, që i shtiva 5.000 lekë. Ku të punoj me të? Ju lutëm, ju si institucion, edhe shtetit na boni këtë rrugë pat. Se të gjithë, pa hame, pa bim në për shtëpijet e tona, kush ma shumë e kush ma pak, po vetëm të rrugë do, se gjithë tjerë. Dalim në kurtin, kësho, dalim shes. Janë në rruga të gjyrakarë. Edhim shërë se në të dy anët ku dilni ju ka asfalt. Po, Vetëm juve ju kanë lënë kështu si zonë terra. vetëm ne. Si ishë do. E kemi shtru me lekë, e kemi shtru me lekët e tona. Librazhi më daha, se ka marrë nusë nipi atje. Pa Librazhi O, zot sa e para është edhe asfalti madh në Librazh. Librazh janë Tajlandi, Tani të hallë kemi. Kanë 30 vjetë. Qa o bo këtu? Asi gjo së është bo. Ky fshat këtu ka ma shumë kalamaj si në Pekisht, ose si në Shez, ose si në Trash, ku të harmoni? Ky fshat. Ky fshati ka Po, edhe po, ja fëmijë. ky. E ma e unë përgjësim, po nuk pati ky ma shumë si në Pekisht. Dhe këtu s'ka shkollë. Edhe këtu s'ka shkollë, s'ka rrugë. Të gjithë kalamaj të rrim pa kopësh. Keni pasur më përpara? Po, Po janë ato dhoma të qenër të tje. kalamaj të rrim pa kopësh. Që ti shikosh kalamajt dhe ndurë. Për çdo ditë unë i mend i xherr kalamajt e tij, sa i nuk vjen. Tato? I xherr kalamajt e tij për ditë shiu. Sa i din kalamajt shkollë. Unë dhe vetëm punë teme, dhe punoj dhe maj kalamajt. Po me çfarë do i nxjerrësh ti? Me kom? motor ose në kom. Që të bëj, unë jam lak 2 ditë si radi për kalamajt. Pra I thash- veti tret motor në rrugë të keqe? Po. I ka shkërë plakut, ja ka shkërë plaku, qysh të mlidhëm, të erëm na i lekë ty. Ku shef që s'ka i plak tu, ose s'ka fëmi, ose se intereson, nuk dhe vini ditë këtu ta? Nuk i hes. Nuk dhe vini ditë në atje dhe vini këtu? Oj, do vinë. Si për ka ardhë. Se këtë rrugën e dumë gjithë. Qonë e ti të është i pari që hëtë për rrugën që dumë rrugën, ati që fletët. Po. Që e bon të organizimin, mirë. Si që e e kalon bon, mirë. që bon organizimin që të shtrojmë neve rrugën. Kush ka fut lek ma shumë, kush ka fut lek ma pak, e bom gjithë. Të rrugë. Tu që shikon ti. Është bo problemi, po ta bo privat. Të gjithë kemi na i makinë ke shtëpia, që paguajmë taksa. Po ku ta të bëj privat të na kapi. Dhe Pse mos e kemi këtë pyetja rrugë? është pse i paguan taksat kur ti s'ke rrugë? Po, unë zë rrugë s'kam për qa. Kosha paguim, ndryqim paguim, vjedhe me sy hapë, ja së nëllë. Makinës i shërbejmë 2 herë me këtë rrugë, se sa për të shërbej herë i shërbejmë 2 herë. Unë kam 20 vjet me herë. Herë dhe lë shpive të punoj këtë dikush. Argat. Herë. Që ju vetëm me ullim duhet jetoni të shkëlqyshëm këtu. I lutëm shtetit, na voj dorë, na voj të rrugë. Të shem tu, Si vinë për votë. që po merë shpijet, edhe rrugë. Vim natën nuk shofim gjatë. I lutëm shtetit, Jo, na po voj. vinim natën edhe ne nuk do ta kuptonim. Po, Se është dhe vendi pa ndriçuar, ka drita këtu jo? S'ka drita. dumë rrugën që të na shkojnë nga me shkollë. Ti shërbim se plakës, se ke plaka është më, se kush do, qoftë i shërbim ne. Ne suni shërbim do tim. S'kemi na dalim, më që dalim. Si tha zonja ka shku me Me kalkëm
kam shku deri në Prushes. Me kalo? Po, është Ja, saktë. im ka çu motja si kam marrë ambulanca, kam shku në Elbasan. Me kal. Po, me kal kam shku deri në Shes, poshtë, se s'kishim çat vez. nuk Dilte hynte. makina, binte shiu, çoj. Me. Po, E ti ke qenë urgjencë që ke pas me? urgjencë kam vënë në Elbasan. Erë ambulanca, moj Shes, ika në Elbasan. Kam nejtë tani kur erdhën, kam nejtë Shes poshtë, ke një se s'kishim çat vi, ishe shi. Për 3 kilometra, për 2 kilometra. 3 kilometra është Shteti, është madh po rrugë. pat mosit në vojnë dorë. 3 kilometra Pisa rrugë për është. vota, ikin, Është e madh. nuk boj. 60 Ka në bajt vini herë, vetë se zvini me mame, ku të vimi ma, atë në prish ma shumë në prishën rrotat e makinës i vojnë. Dhe ju s'po kërkoni as rrugicat e tjera, po Po kërkoni qa vetëm të rrugite, po shke kryesore. kryesorja, se zvin do të kalamajt. Këte, shteti zvendor, vinë sa për vota, ik. Faleminderit, e Paqet kuptova. respekt. Kam qartë. Ne qoni lafët në vend. Siç e the ashtu do të ndjen. Po i non. Faleminderit që na keni ardhur për Faleminderit. përzgjedhjen e rrugës e më shumë. Se Faleminderit kemi ju. fëmijë larg, edhe nuk vinë dot në rrugë. Ma pare prishin makina, se sa vinë të shohin prindrit. Ja të bojnë në për tokat, se në për tokat nuk bojnë dot ata. Se s'ka, s'shitet mallë. Ku të që 5.000 lekë të e kile vajti. Sa shpenzime hargjojmë me ata vëllajt? Në rrugë s'ka që të vitë në marri vajtin këtu. Ore si ja bëni që i vilni një herë. Si e bojmë? Po ti ke moshti për të vje lullinje për të... Po të punojnë se do të ha. Kush dhe është gjithë një fëmis, bjerë ti të hau, bjerë ti të hau. A i ka fëmijët e vetë. Që të bëjë, hajë veti pesë. Ju jeni heronj për Zotin, në këtë moshë të punosh. E në kështu, patë në shtrojë që rrugë që të vinë fëmijët në shofi. Gjë tjetër nuk du. Vetëm rrugën. Ja, po shemë të shpija, rëzik. Do më marë rëzik të shteti se ven. Vjen këtu shikone në kërcat e ikë. Ka në 2-3 herë ka nikë. Kjo është. Kjo i kërkon disa pilota, kam përshtypjen. Kjo minimalisht duhet mur betoni ose pilota deri atje, Na shoa ka dhënë lafën. sepse Ta nuk shohim mban çfarë më dënojmë. kjo. Kjo ka rrezik që mund të marrë dhe për masa më të mëdha. Ka që bëj asnjë. Vetëm rrugën dum, jemi në 60 të ca vjeqe, s'kemi takat vëm kom. Kom vëm në shikë. Me që të vëm? Se të kishit minë këtu në makinë, të ishte rruga, në qante për qenë. S'vi do të mamë. Kalamojnë të nena janë. Në vizitë në komë. Të fort jeni. Ju e faleminderit, Faleminderit që nën. keni hartë për këtë. Faleminderit nën. Na i thuj dy llafe. S'tan do të. Pse? Si po i ndërton jetën? Shumë keq. Shumë keq. Me sa të ardhur e jeton? Që ta dhe pagova, ma shumë pagova se mora. Pagova 2 milion e gjysë, i me ka vajt 200. Pension. Pension, 200 e ca. Po të paktën pas ka dalë se ka ai zotëria thot 74.000 lekë. Po unë pagova, le. Pagove, ëh? Që bleve. Ka 14 Që vjetë. bleve, para bleve ato vitet Po, e... derdha në bankët, me gjithë burë, në doli 120. Na 2.000 leka ka ngritë e këput. E, kuptoj. Nga ka në 7.000 lekë në knaqë. Po me ullirin si e mban krah. Aman se ata në Tiranë e gjykojnë prodhimin e fshatit, ama se i hedhin gjëra, ama se i hedhin pesticide. Asi gjë hiç, ulli është. Plehin që ka Si që ka ullini. quaj në skemi takata blemi e mojë. Ka plehin që Dhe malli janë Skemi takata blemi. Nuk shit ata. Ti si e mban krah që nxjerr në rrugë të madhe? Ja quni me motor, se ikën mban me çuni. faks, ja kam djali, nipin. Marshallah që pas ke çunin. Vjen dhe quni në Greqia në Vjeljet, me vegle aty, gjas i javë po unë, ne ikim prapë. Ikem prapë. Si mos më keq. Tani kjo shtëpia jote? E djalit tim, djalit ma. Sa është? As 2 metra, sa është? 2 metra A ka pak. ma 3-4 herë deri me pas kam më gjatë. Ty nuk është se të ka dhënë probleme akoma tek shtëpia. O po shemi në dha, se i me se ka mush mu i sëri, o gudit. I prishi. I prishim që. Se dha shenja, Po, shenja të shtrëmlu. E erdhë quni në Greqia, u qanë. pra kjo shembje e parë këtu të ka dhënë dëm e ty. Po, vizi. Pra po nuk u vu blindat ka rrezik me tik shtëpia. Po, erdhën ata. Se kanë mush 10 ditë që erdhën në matën për zdyti. E kanë lonë 6 metra. Ikin, po se vu blindo këtu, Ikën. të artisht shtëpia. Pra ti kërkon blinda se po t'ikën shtëpia. Po, dar të rregullojnë pak. E kuptoj. Faleminderit nën. Faleminderit. Do na thush dy fjalë. Ja, aty ku je.
direkta, po ulem dhe unë këtu ke guri. Edhe për qytetit, faleminderit për spegin. Faleminderit juve. Ne vujmë vetëm për çështje rrugën e këtu, ne vujmë vetëm për çështje prodhimi që ta shpëtoj prodhimin na këtu, ta çojmë pikën. Në trekë? E çoni apo pika grumullimi? Po na këtu ku jam këtu porta këtu. Dhe iki poshtë ke joli, të dal. Kam janë çik bezela me këtu. Ta nërkoj bezelën tani. Edhe ta çojmë trek. Pik grumullimi ka? Ska pika grumullimi. Se të kishe pika grumullimi tu, ishin bo... E kuptoj. Ska si sen, si sen tu, ta të kejë, vetëm mosha e tretë, 67 vjeqë. E kuptoj. Që da bojë me 67 vjeqë. Të lej pa vjellë, të lej pa gu. Ju më ty të ka beku Zoti me këtë natyre, me këtë tokë. I falemnejt shumë për njësë, shumë i falemnejt, në ku qonë me i falemnejt shumë. 34 vjetë, më bëjë unë një martes, a shisen, ma menë. Pra ti nuk mban mend të jetë vënë Jo, ma menë, a shik, ora, a shisen. Vinë tu, o fshata zvonë, na shofni e këtu, se të vinë për shdyti, është e mirë, i vinë për shdyti, për i herë vjen ta këtu, a shisen. Terën tjetër sjellin njëri tjetër, apo vjen po i njëjti njeri? Jo, shumë tjetër, nuk e rekohet më këtu. Nuk vjen më dy herë i njëjti njeri të kërkoj votën. Më njëri të kërkoj votë më këtu. Pensioni, që dhe bëjmë 97.000 lekë pensioni. 100.000 lekë vjetra. Që dhe bëjmë? Ti marrë ilaçe, paguj taksë ujë, drita, internet. Sa ilaçe të shkojnë muaj? Më shkojnë muaj 57.000. Po që në beti ty për tonë? Këtu është aja keqja jonë që jetesa, jetojmë shumë keq. Ja zagonisht keq jetesa. Por mjesin e ikim neve, ky bres. Po dhe vjen një, nuk shefi një qunë të i këtu që... Thotë sigurisht. Nuk s'ka si një, Kur kthehen në verë, në gusht, ç'a thonë? Jam shumë kurios, ç'a thonë të rinjtë? Thonë të rinjtë, nuk jeton atë. Nuk jeton. Nuk kam veti shumë. I vajzë. Ta kesh me jetë. Janë fat vetë. O të në fat vetë, në qumë në fat vetë. O dhe me, janë makinë të apë skopje, 5.000 lekë, ikin aksident makinë. Që nuk një. Kresa pushë. Jo, diskutohet. Ne me zi kaluam, bile kam dalu aty që e kam filmuar aty. Bravo, pra, shumë bukur, me që nuk jetohet. E ne shpresojmë ne që... Veni, afrojë e një, bone i rrugë, që të futët e një, të futët e në brezit i jetes. Gjëra e Dhe i dali ferra cibës, mjese dhe imi këtu, dhe i dali ferra cibës, nuk ka më këtu ja. E dhimshme. Që të kthehet O për të lëm tokë, që të një të lëm tokë, 30.000 lekë. S'ka familë, më taksi. Ore, po 30.000 lekë gjatë ati po s'të vihin? I kujtal plenë, 90.000, 100.000 lekë i kujtal plenë, dapë. Si, të në zjanë, 100.000 lekë. S'kam takat, unë për vetë s'kam takat. Se përdor fare, e? Po se përdor, unë s'kam përdor vetë plenë e lopë, si kam në nuk kam takat të blejë 100.000 lekë, si me. 97.000 lekë unë marë. Për e lachet e mi. Jo i internet, jo e grusë. Se ta prej dritën e në vend. Nuk e paguj të taksën e dritë, për këshonde. Rrimi qëri. Më shumë problem. Tepër problem, si fshak. 34 vjetë më atësi. Unë i kam pagu taksës në vetë. Pra ti kërkon taksat që jep të të kthehen në shërbime? Kthehen shërbime, vla taksat që pagu unë tjera taksat. Po, ti pagun ke kosha plerë ashtu unë s'pash? O shkat, unë e tjera pagu taksën e plerë. Po, ndryqim, s'ka. S'ka, a im shkruar... Gjelbërimin ju a ka falë Zoti që s'ju a ka dhënë... Shkruar në tjetë, ko është gjelbërimi, i thash që ku qesh vjetë që pagu të taksën e të gjimot, 160.000 lekë. Ko është?
Jo, ne janë shumë problem, ne shumë problem. Ki shohin të gjelbërimin dhe ju avën taksë, më duket. Po, taksë, paguam taksë vetë në natyrë. E faleminderit. Faleminderit. Kam edhe zotrinë e fundit, do flasësh? Ja, vëzën imi Ti thuash dy llape sepse je këtu me ne dhe Përshëndetje. jemi në minutat e fundit. Edhe djalin nëse do të flasi? Okej. Okej, një hall keni ju, një problem. Përshëndetje, mendja, faleminderit. Po kishe këtë ne kur vem në i rrug që të vem në du. Ne po kemi pru atje, vinë të komunës, a do leka atë. Që dash pru, dhe vem kë arat më donë. Kush do lek më për të shku ke ara jote duhen lekë? Po rrugën Për të ashtruar. Jo për të ashtu, jo për të voj tubë të shumë. Po, e kuptova, që ju të keni mundësi të kaloni. E ku dishe vetë të vjen proje e merë. E kuptoj. E do beton. Pra ju për shku ke arat shkoni dot sepse keni këtë hall. Për me ardhë ke shtëpia shkoni dot se keni këtë hallin tjetër. Po në inë në dje keq. Edhe kishe këtë një. Ambulanta këtu s'ka. Zhvenëri këtu. Vjene i orë, 2 orë, duke të orë në hecë, kalat. Që këtu janë gjithë të moshuar. Shumica. Gjithë ka nevojë për gjitpëra, për Ka rrëdhëm, ka për u grum, ka... Po, kam 2 herë që ka për u grum. Në qështije, se s'ka... Nuk ka vend, farmacisë janë ashtu, por nuk ka vend ambulancë. Po për më s'ka një vend ajo, se ka fajnë... Ku da bojnë gjitpona, atje bën. Ku da bojnë ferë, dhe heqi penjë dhe bërgjë ato... është shumë katastrofë. S'ka do makinë. Makina këtu s'derë, se s'ka rrugë. Po që të vi këtu duhet shkatroj makinën dhe ajo infermierja? Nëse s'është nga fshati, duhet vi... Rrugët të shë, për ne kemi shumë për problem në rrugës. Shumë e qartë. Ju faleminderit shumë. Faleminderit. Zoti kryeministër, foli fshati Troç. Është fshati Algjinaj. S'ka nevojë për reklam. Shiko pamjet, është shumë i bukur. Mungon vetëm një rrugë. Një rrugë për të sjellë fëmijët nga emigrimi. Një rrugë për të çuar fëmijët në shkollë, një rrugë për të çuar pensionistët apo të moshuari për të marrë pensionin, për të shit prodhimet në fshat, apo për të marrë ndihmën e parë mjekësore sepse këtu shëndetësia ishte 0. Është zonjusha, zonja që bën injeksionet po s'ka ndërteston, pra s'ka qendër shëndetësore. Në 2026 ne pretendojmë ta antarësojmë në BE, këtu s'ka qendër shëndetësore. E këtu do duhet vinim për bujtina. Pse? Kjo bukuri natyrore nuk mund të lihet dot pa bujtina. Këta fshatar këtu do duhet pristin turist. E këta fshatar po ikin se s'kan rrugë me shku në shtëpitë vet. Kjo është situata nga fshati Algjinaj. Shqipëria është e bukur gjithandej. Por ne sot jemi në Algjina dhe po themi këtë problem. Një rrugë për një fshat. Kaq. 35 vite një rrugë po kërkojnë. Nuk po kërkojnë çuditëra. Dhe një rrugë jo për fshatin. Një rrugë që lidh Peqinin me Lushnin, i bie shkurt, pra një rrugë shumë funksionale që mund t'i shërbej jo vetëm një fshati, po shumë fshatrave. 3 kilometra. Miqtë e mi, emisioni radhë do t'jetë në një tjetër zonë të Shqipërisë. Deri atëherë nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.